Maska që zhduk rrudhat dhe bën lëkurën të shkëlqej, ja si ta përgatisni. Kujdesi ndaj lëkurës është hapi kryesor për çdo femër për bukurinë e përjetshme. Mirë, po jo të gjithë kanë mundësi ekonomike për të shpenzuar para në trajtime të ndryshme në klinika, por në fakt në këtë video ne do t'ju prezantojmë një recetë natyrale e cila pastron fytyrën tuaj. Në qoftë se lëkura juaj është më e ndyrë, në ndihmën e mikserit, ktheni në krem një mango të pjekur mirë. Shtojeni kësaj mase 2 lugë kos të bardhë me përqindje të ulët yndyre dhe vendoseni maskën në fytyrë. Lëreni maskën që të veprojë për 15 minuta dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Në fund, aplikoni një tonik për llojin tuaj të fytyrës.